është, si me thënë, mielli i fundit në thesin e PD-s. Dëshmon se vetë s'ka askënd që të mund të bindë dikë dhe merr hua nga Amerika, e merr hua nga Amerika. Përsëri është psikoza e forcës, psikologjia e forcës nga rrethi Trumpit, thotë që këta do ta kenë frikë. Në fundit Berisha mendon për të tij, domethënë që ta kenë frikë ata, po problemi është ky që edhe La Civita bën sikur ju thot sa gjëra, dhe këta bëjnë sikur po i dëgjojnë perla. Realisht, të dyja palët mashtrojnë njëri tjetrin sy për sy, sepse ju duhet, këtyre në Shqipëri ju duhet patjetër që, siç e kanë trumpetuar, që po na ndihmon Trumpi. Dhe ai e di shumë mirë që po i mashtroj si përfaqësuesi i Trumpit. Rrim te kjo pikë. Skënder, asnjë fjalë nga La Civita për temi furtunën gotë të 2 ditëve të fundit, nga partia deri më sot, megjithëse sot u zbe pak, si duket ndaluan, sepse u pa që efekti ishte